a e zavencon njeriun, edhe a e hup atë anën humane të njeriut. Unë mendoj që nëse ka diçka që njeriun e ka dehumanizu është orari punës tetor. Okej. Po të gjithë njerëzit thënë, dush me punu tetor, është mirë, kjo është punëtor, e lavdrojmë. Ama tetor që e ka dehumanizu njeriun, e ka lodh njeriun, e ka robotizu, nuk i ka lanë kohë edhe nuk i len kohë edhe sot e kësaj dite për vete, për hobit e veta, për pasionet e veta, për shoqëri, për familje, për kur gjo. Edhe për vetëmia që është marrë rëndësishme mbi të gjitha, autodialog. Për te kësaj, unë mendoj që inteligjenca artificiale, nëse ka me pas një impact global edhe ka me humanizu ma shumë njerën, sepse vetë nuk është humane, është pikrisht kjo. Në vendet e Evropës perëndimore, ose ato vendet që janë përpara me zhvillim, veç po flitet për 4 ditë pune, ka mu folë për 6 orë pune, e tjera e tjera. I bjen që Antigona, nëse është psikologe, në vend se me hullumtu, me punu 8 orë, mundet për 4 orë të njëjtin rendiment me sjell. E ke... Kanë mendimu personat me zvoglu vëllimin e punës. Ka me na dhonë ma shumë efikasitet. Jo, në përvendet të varë, frasëm, në përvendet prapambetura, sigurisht që nuk më rinë, po vendet e Evropës perëndimore ka me shku drejt kësaj që punët që bëhen për 8 orë kanë me të bëhë për 6 orë, që bëhen për 7 ditë kanë me të bëhë për 4 ditë, edhe njeriu ka me pas ma shumë kohë për vete, për hobit e vetë, për familjen e vetë edhe për anën njerëzore. Kjo është që unë po thamë aspekti pozitiv që unë e shoh në horizont. Përsa i takon studentëve, shikon, studentët tonë ndonjëherë kanë dyshime, po e flas një aspekt, profat apo dinë, se e kanë atë farë dilemën këta profat tonë janë vendorë, nuk janë të jashtë, ndoshta nuk dinë. Dhe AI faktikisht është një alat shumë i madh i joni, si profesor mi thonë, verifikoje. Edhe gjithkohën e verifikojmë, i nxisim. Kjo është tema, hyni, shiheni. Kjo një farë mënyrë e rrit besimin të profesorat. Nuk e zavencon profesorin, sepse logjika përpunimit, vana dhe mënyra si e interpretojmë është e jona. Vetëm pak, nëse na kemi një temë, edhe duona me përdor kreativitetin tonë që me zhvillu qatë temë, në këtë rast AI po na zavencon qatë kreativitet, se nuk mund është ti me qenë kreativ kur aq shpejt, ajo ti jep 20 mundësi mrena sekondit. Apo na demelav trunin kjo, po flasë edhe për studentat edhe për gjithë shka. Apo ta demelav se ti s'ke nevoj mo me menu, si me shpikun e diçka tre, se ja shkru në ChatGPT, sa ajo ta ka këthen përgjegjen, edhe ti i merë 5 verzionet mundshme. Në gjitha profesionet nuk është që ka gjithmonë kryus kulmor, shumica e mediokra që punojnë punë rutinore. Edhe Hollywoodi akuzohet për industri kulturore që prodhojnë seri, pra nuk është që vlerësohen gjithkohën ose vinë